Kemi parashikim për rreshje të shumta dhe situatë të cilën ju e quani, pra keni kaluar në një fazë emergjence për këtë javë, që do të thotë konkretisht. Atëherë, Drejtoria e Ujit dhe Zhvillimit Fier, sipas njoftimeve të bëra nga Instituti i Gjeoshkencave për rreshje me intensitet relativisht të lartë, ka marrë gjitha masat e saj në angazhimin e stafit inxhinierë-teknik, makinerive që ajo disponon për dhe stacionet pompimit për largimin e ujrave, për përballimin e kësaj situate të mundshme emergjence që mund të ndodhë gjatë kësaj jave. Gjatë kësaj jave. Që çfarë është parashikuar konkretisht, pra Fieri ku i ka problematikat në, le të themi, për atë pjesë? Deri tani nuk kemi ndonjë njoftim të posaçëm për lumi Vjosa, megjithatë problematikat e mundshme që mund të ndodhin në rast të ngritjes nivelit konsiderueshëm të këtij lumi janë të njohura tashmë prej disa vitesh, ku zona e Kashishtit, zona e Hambarit, zona e Qervenit dhe zona e Pishporës. Janë këto pika të njohura që lumi zakonisht ka dalë në gjatë këtyre përmbytjeve, le të themi. Me staf dhe me bazë logjistike jeni të kompletuar në kuptimin që janë në gjendje të përballojnë situata të tilla nëse do të ketë? Atëherë, në rrethin Fier ndodhen 5 hidrovor. Në vijin, konkretisht në vijin bregdetare janë 3 të tillë, hidrovori numër 2 Sema, hidrovori numër 1 dhe 3 Darzez, të cilët kullojnë një sipërfaqe toke bujqësore prej 17.100 hektar tokë. Këta hidrovor janë gjendje gatishmërie, në to janë të instaluara 7 pompa në hidrovorin numër 1 Povelç ose Hoxhar, 3 pompa në hidrovorin numër 3 Povelç ose Hoxhar dhe 5 pompa në hidrovorin numër 2 Seman. Fieri pse ka specifikat të tilla? Pra, ndikohet fakti që ka disa lumenj që e përshkojnë si rajon dhe që e bëjnë të ekspozuar ndaj. Edhe për faktin e lumenjve, të cilët Fieri kontrollohet nga 2 ose më saktë nga 3 në nivel qarku lumenj, duke marrë parasysh dhe zonën e Lushnjës, se kontrollimi i saj është nga lumi Shkumbin. Megjithatë, është vlen për theksuar dhe fakti që gjithë ulësira perëndimore e Fierit është zonë depresive dhe kullohet nëpërmjet hidrovorëve. Pra, depresive do të thotë që ajo është zonë e mufatur, është zonë në nivel ditë. Kërkon vëmendje të shtuar, edhe jo pa qëllim neve kemi ndërhyrë dhe ndërhyrim vazhdueshëm në rehabilitimin i kësaj infrastrukture të kullimit. Deri tani këtë vit si ka qenë? Sa është? Ky vit në bazë eksperiencës ose ndërhyrje periodike që ne kemi bërë, të miratuar nga Ministria, kemi larguar një sasi aluvionesh prej 400.000 m3 dhera dhe një segment të përgjithshëm kanalet parë kullues prej 30 km. Kemi ndërhyrë. Mjaftueshëm për ta mbajtur sistemin funksional apo jo? Po. Okej, faleminderit.